Datat 24 dhe 25 maj do e sillin edicionin e dytë të një festivali shumë të veçantë Vespa, Prishtina Festivale, që këtë vetë do sjellë risi. Ndallim nga viti i kaluar, do të ketë aktivitete nga më të ndryshme, të cilat të gjitha këto do i diskutojmë bashkë me mysafirin në studio. Kam kënaqësinë që bashkë me mua është Alben Kapiti, njëri nga organizatorët. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Po ashtu edhe Lindon Mustafaj. Mirëmëngjesi Lindon. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Si t'ju kemi në studio dhe të flasim për një festival, zakonisht kur flasim për një festivale, flasim në aspektin kulturor, po jo shpesher kemi edhe festivale të tilla dedikuar në automjeteve të ndryshme, këtë rast një modeli shumë të veçantë, një motociklete. Si ka ndoshta fillimisht si ide me sjell një festival të tillë, aq më shumë ndoshta të shndrohet në një festival tradicional, meqenëse se është viti i dytë që po bëhet. Fillimisht me Vespa kemi filluar këtu për nevojën, domethënë për me ikë për komunikacionit, si krejt që shedim, domethënë mesi me orë tanat në për komunikacion, pastaj duke u grupu me dashamirë të Vespa, domethënë adhurus të Vespave, jemi kriju një grup shumë i mirë, shëndohë që jemi bo si një familje, sa që edhe shpesh edhe ruta dalim edhe me bashkëshorte, me këtine. Edhe ka lind ideja të pa edhe për jashtë, kemi ka lind ideja për me bomë fillimisht para 2 viteve si lloj mini festivali, duke mos pas përvojën shumë të madhe për me bo diçka më të madhe. Po vitin e kaluar atëherë kemi vizitu si presidenti për shembull e nisi Berkolli me Leotrimin, kanë qenë në Itali në Pontedera, për shembull festivali më i madh në botë që mbahet, po ashtu edhe në Montegrotto. Edhe aty kemi pa që ka festivale shumë më të mëdha se sa që kemi bëna. Edhe ka lind ideja për me bë edhe në një festival vitin e kaluar, një festival të parë që ndoshta ka të kalu pritshmëritë tona, sado që jemi lodhë dhe kemi kohë pa përvojën në atë aspekt për me arrit në atë nivel, po me angazhimin të secilit antar kemi rrit me pru edhe atëherë Vespisa prej jashtë, po tash më veç po shihet serioziteti për vitit kaluar, që ka shumë të interesuar, ka për sa që është ka marrë një njeri shumë i veçantë për Gjermanisë, që është një legjendë i Vespave që ka bu për 80 ditë, ka bu për 150.000 kilometër, që një 45 shtetet botës, edhe kemi nderin me pasat një atë, dhe më thonë si mysafir, po ashtu kemi prej Greqisë, Italisë, Shqipërisë, mos të diskutojmë ato, Maqedonisë, të tëna viseve, dhe më thonë, të tëna vendet të Evropës, kemi pas prezent në festivalin tonë këtë vit. Lindon, me qenë se është edicioni i dytë, është ndoshta pak më lehtë se ja keni marrë në dorën si themi ne nga edicioni i kaluar, kështu që po besoj gjithçka ka qenë pak më e lehtë dhe ndoshta keni qenë më të qetë sa i përket aspektit organizativ. Po patjetër, sigurisht viti i kaluar ka qenë pak më i vështirë, ka qenë një organizim më i madh që e kemi bëna në bashkëpunim me komunën e Prishtinës. Se para 2 vite nuk ka qenë bashkëpunim me komunën, kështu që vjet ka qenë me komunën, edhe si vjet e kemi bashkëpunim me komunën, po si vjet e kemi më të lehtë se kemi edhe përkrahje prej sponsorëve të mëdhaj siç është Ventoro Motors, po ashtu e kemi edhe Republika Communications që na ndihmon në organizim, kështu që sigurisht që ka qenë më e lehtë për neve për me organizu këtë edicion. Po ashtu pritet numër më i madh i pjesëmarrësve. Vitin e kaluar vespist kanë qenë rreth 200, si vjet presim dikun rreth 300 vespist të vinë në festivalin tonë. Po është gëgja pjesëmarrje, nuk janë vetëm ashtu siç po i quani jo vespist nga Kosova, janë edhe nga vendet në rajon, edhe kjo ndoshta bën edhe më të madh festivali dhe më të rëndësishëm. Po pikërisht është hera e parë që kanë më ardhur pi disa vendeve tjera, edhe vjet kemi pas prej vendeve të rajonit. Po sigurisht si vjetë kome qenë më i madhe dhe kome pas pjesëmarrës edhe prej vendeve tjera. Po pse është kaq e veçantë Vespa, pse është kaq e popullarizuar? Është një model italian, nëse nuk gaboj i motorëve, po që është një lloj edhe statusi shoqëror në momentin që ndoshta i shohim në rrugë, ta jep një ndjesim më ndryshëm, ndoshta është një anë e butë e motocikletës. Po, italianët normalisht njihen për dizajn gjitha fushat, po çka e bën Vespën shumë të veçantë që është shumë praktike, tu fillu prej pozicionit tuljes,
që e ka një pozicion shumë përshtatshëm tutjes, pastaj e ka manovrimin shumë të lehtë, mundesh me manovru shumë lehtë, edhe në kolona mes kereve mundesh me kalu shumë lehtë. Diçka tjetër e ka po ashtu na vozisim edhe gjatë periudhës dimrit, po flas kur nuk ka borë, kur është rruga eterne, e ka mbulesën edhe ta ofron një nxemje tekon që bën të përshtatshme me u shfrytzu edhe në temperatura më të ulta. Do të thonë pika e parë e rëndësishme pse Vespa është kaq e popularizuar, normalisht është që është shumë e përdorshme. Pikë tjetër e rëndësishme është edhe ekziston në botë ekzistojnë komunitete shumë të mëdha, edhe ka shumë njerëz që japin shumë dashni për Vespën. Edhe na jemi, edhe klubi jon jemi të tillë. Si vjet kemi qenë edhe e kemi prezantuar edhe Kosovën klubi jon në festivalin më të madh të botës, Vespa World Days, i cili është mbajtur në Spanjë. Po. Edhe si ka qenë si për nevojë, ka qenë hena parë që keni marrë pjesë në festival të tillë? Si festival do të thonë që marrë një herë në vjet në botë, do të thonë në një secili qytet, në një shtet të botës. Ka qenë për mua Lindoni, ka qenë për herë të parë, dhe ka qenë eksperiencë shumë. Keni qenë vetëm ju dy apo ka pasur edhe anëtar tjerë të klubit? Ka qenë edhe presidenti Enis Berkolli dhe Leo Trimi. Për neve dy, për ata kanë qenë edhe vitin e kaluar në Pontedera, për neve veç kishte eksperjenca e parë. Edhe ishte shumë e veçantë për me taku me Vespis për gjitha anëve të botës, duke u nisë deri prej Kinës, prej Amerikës Latine, prej të në anëve dhe kemi ndru, do me thonë fasho, kemi ndru peqa, asane për me majt një kujtim prej ati festivalit. Po si ka qenë këto takime? Keni pas në rrasë e mbisedoni me ata pjesëmarrës të flisni, ndoshta të meni pse jo edhe për nevoja edhe ide sa i përket edhe festivalit që po organizoni? Pa tjetër, se është kur të shkëmben përvojat ndryshme për vespizmin, përgjithësinë për botë, organizimet, eksperiencat e tyne, është kënaqësimi ndëgjua dhe të duhet si përvoj për me organizu edhe festivali, edhe kemi pas kontakte direkte edhe me të gjithë presidentët, si presidentin e botës, presidentet të Evropës, gjitha shteteve që ishin aty. Edhe kemi me shpresën që shumë shpejt me pru diçka dhe në Kosovë, një event që është madhë, një festival që me përmasa shumë noja që ndoshta mbrim numri 7.000-8.000 Vespa, sa e veç ishin edhe në Spanjë atje. Po, çka ju lamës shumë të i përshtypje ndoshta? Realisht, për një njeri që i dën Vespa, normalisht që pika më e rëndësishme është me i pa Vespat, edhe aty ka pas modele dhe lloje nga më të ndryshmet, po ashtu e ke pa një pasion të papam për Vespat, njerëz që i përkushtohen 24/7 Vespës tyne. Do me thonë që kjo u konë pjesa ma interesante, qëllimi jonë kryesor ka qenë normalisht me kriju raporte edhe ura lidhse me të gjitha klubet e botës. Kjo sigurisht për me e sjell edhe na një organizim të madh, si që përmeni edhe Arbeni ma herët. Unë mendoj që është shumë me rëndësi me dalë, me kriju raportet mira që nesër mas nesër kur të organizohet festivali jonë ata pjesëmarrës me mujt me ardhe dhe me pru një mas të njerëzve këto që sigurisht është e mirë si në aspektin e turizmit, po ashtu edhe në promovimin e vlerave dhe kulturës të venit tonë. Okej. është një model që paka shumë nuk ka të bëj me adrenalinën, se momentin që përmendën motorët, shkon mendja tek ajo adrenalina shpeshen që arrin deri në çmenduni, po që faktikisht Vespat janë një model më i thjeshtë, janë ndoshta më praktik, më familjon, më pak të rrezikshëm edhe është një anë tjetër e tyre. Çka i bën kaq veçantë dhe ishim dalë pak ndoshta edhe tek pjesa e çmimeve, sa kushtojnë. Kjo po besoj varësisht edhe nga modelet, po është i kushtueshëm në bazë të buxhetit të një kosovari, një motor i tillë? Është i kushtueshëm, si skuter, do më thonë për çka bën të veçantë, se është mirë më herët e cekti që është si ikonë për motorat e vegjël, apo skuterët që i quajmë, është e punuar me pranga metali, do më thonë, nuk ka si plastika si skuterët tjerë që janë. Edhe është, kur të shen një Vespë, për mendimin tem të regon pak një kulturë, është se momenti kur e shon një vozit me Vespë, e shoh pa helmet nuk mundet me qenë mas pare, që është një edukat, një kulturë që duhet me shfaq, përveç asaj njerëz që vozitin Vespën përgjithësi,
janë për mendimin tim I veçojmë, do pas rastin edhe njerëz që I takuam atje kritikisht nivelet larta të kulturës e të arsimimit e të profesionalizmit, se cili ishin pikat më të larta, domethënë që ajo e bën të veçantë se nuk mundet me ble gjithkush vesë, domethënë është pa e ndi ato është për ta dhënë atë përjetimin, ato nuk mundesh me ble. Për çmimet është normal, është për tregun tonë janë pak të shtrejta, po është kënaqësia domethënë gjithmonë ajo paguhet, edhe bëjmë çmos për me pas Vespat, nuk domethënë me pas më të rëndë, edhe modelet nuk ndrojnë çaq shumë te Vespa. Më thonë për Vespa është të skuterët të si Porsche-a. Pra më mundet mas 20 vite, do më thonë modeli vish pak mundet me ndërndru, pra më pjesa për para që I thonë taj kravata, pra më laja pjesë, diçka forma, diçka, po jo, kur të shë prej larkë si vitit 70-ta, si sot e din Vespën e din e dalon me një. Është model paka shumë I ngjashëm. Po ndërsa mirëmbajtja kushton? Mirëmbajtja është e kushtueshme normalisht për çdo mjet motorike, ka një kosto të caktuar, nuk është shumë e lartë, kështu si mjet që e përdorim sidomos në qytet llogaritet si më ekonomik për shkak që nuk pret shumë kolona, depërton më lehtë, pastaj edhe në aspektin e parkimit je më I lirë. Siç e përmendi Arbeni, kanë çmime të larta në krahasim me modele tjera, mirë po sot mundemi me gjetë oferta kogjo të mira edhe në vendin tonë, tash e kemi përfaqësues zyrtar të Vespës edhe Ventoro Motors, ata sigurisht bojnë oferta shumë të mira edhe njerëzit kanë me pas mundësi kushdo që ka dëshirë, edhe kush don me ik trafikut, kush don mos me pas probleme parking, me shku me marrë një Vespë edhe me funksionu më lehtë në qytet. Po, ta bani përshtatshëm sidomos për në kryeqytetin tonë dashur Prishtinën që di me u bë shpesh një katraun sa I bën këtë pjesës së kolonave edhe komunikacionit. E veçante këtij modeli është po ashtu dhe ngjyra, meqense dallon nga motorët tjerë, cilët zakonisht janë me bazë ngjyrë të zezë dhe thjesht kanë disa detaje me ngjyra të ndryshme. Është komplet një motor I ngjyrosur me një ngjyrë e që ka llojshmëri nga më ndryshmet. Sa ka nësi, për shembull, kur ne blen një Vespë me zgjedhje një ngjyrë të veçantë? Është interesant, realisht Vespa në dizajn nuk bën ndryshime shumë të mëdha, sigurisht është e rrezikshme me bën ndryshime shumë të mëdha për shkak se është një motor që pëlqejet shumë në formën aktuale që ka. Ndryshimet janë minimale, munden me qenë disa drita, disa linja të vogla. Mirë po karakteristike Vespës është në modelet e reja dhe në modelet e ndryshme që ata I kanë, I sjellin ngjyra edhe nuanca edhe kombinime të caktuara që e bojnë mjaft interesante. Po ashtu diçka interesante është që vespistëve nuk ju mjaftojnë ato ngjyra, ata gjithmonë shkojnë edhe në ekstreme tjera. Vespa e ka një dizajn klasik që e ka ruajtur për kohë gjatë, edhe duron, edhe ngjyra më të forta, më ekstreme. Çfarë do lloj ngjyre me pas nuk do këtë keq një Vespë, ose nashta në sy tonë, to e di që kemë dashni të madhe për këtë skuter. Po, edhe jo si zakonisht, po më duket që tek modelet e Vespa nuk dallën ngjyra ato ndasit që I bëjmë shpeshen, ndasit vetanake, këto përgjini mashkulloni, këto përgjini feminone. Më duket që të kjo pjesë nuk ka. Jo. Kryesisht për primavera përdorëm më shumë për femra, që është pak më e lehtë, si trup është pak më I vogël, edhe është për manevrim të ditë normale, ata aftësitë fizike, për shembull të femra nuk janë të njëjta me të mashkullit, po sidoqoftë edhe ka edhe shumë femra që përdorin të Vespa GTS 300 kubik, për shembull që është po ashtu e lehtë mu përdor, po veç se për dallim 125 që është pak më I lehtë. Okej, shpejtësia maksimale që arrin? Bllokadën, po flasim modele të ndryshme me kubikazh të ndryshme kanë limitime të ndryshme, po flasim për modelin e motorit më të popularizuar që është 300-shi, ai dikun në 124 km/h ka bllokadën, domethënë për te asaj shpejtësisë nuk mundesh me kalu. Okej. Personalisht, çfarë llojet Vespave mbani? Po, unë e kam modelin GTV, ka një dallim të vogël, ai e ka dritën poshtë, ka disa detaje që dallon prej modelit tjetër që është Vespa GTS që është më I popularizuar, përndryshe motori është 300, ai që e përmenda më herët. Ky është modeli që unë e posedoj. Ngjyra? Ngjyra modeli është Vespa GTV Sage Journey Second Edition, ajo ofrohet vetëm një ngjyrë, është
ngjyrë kombinim e hint me të kaltët, pak është një ngjyrë e veçantë. E mbyllt. Po, e mbyllt, po. Okej, Arben? Unë tash sa kom ndru, e kom marrë modelin e ri, do më thënë 310. Okej. GTS është ngjyra është si gri, do më thënë është pak si nulli shkon, është ngjyrë e veçantë, për shkak ka pëlqyer, është pak. I ndroni shpesh modelet, ju bëhet fiksim që ndoshta kjo pjesa e telefonat që shpeshherë ki nevojën me ndru. Realisht, njerëzit që i dojnë shumë Vespat nuk është ideja me i ndru, është ideja me i shtu. Okej. Po, na e kemi kryetarin e Nisin, i cili posedon 19 Vespa. Wow. Po, sigurisht kjo kërkon për kushtim, ka dhe kosto normalisht, po besoj që secili njeri që i don Vespat ka dëshirë që me kriju një koleksion, sigurisht edhe të Vespave klasike. Okej, momentalisht e keni vetëm një? Okej. Një numër një madh, 90 Vespa, po besoj që e nisi e pas ka një ganar është goxha të madhe për gjitha këto? Po, showroom e ka bo faktikisht. Një showroom, okej. Po shpresoj që edicioni ka me shku ashtu si që keni planifiku, e me qenë është edhe gjatë ditëve të vikendit, po besoj që ka me pas edhe internesim, me qenë se është një festival pak më ndryshe nga si që mi mësu zakonisht me i pak, kështu që pse ju një ftes, ju vetëm kryeqytetazve, po një edhe gjithë atyre të cilët po na shiqojnë. Po e shfrytëzoj rastin me i ftu të gjithë qytetarët, të gjithë njerëzit që ju pëlqejnë Vespat, sigurisht numrit të madh Vespave rreth 300 që kanë me qenë prezente në festivalin ton, kanë ju bashkangjit edhe aktivitete tjera interesante, cilat kanë me pasunu komplet festivalin, kështu që çdo njeri që e pëlqen Vespën ose që e pëlqen muzikën, aktivitete tjera është i ftuar me marr pjesë në festivalin ton. Sigurisht një pikë tjetër e rëndësishme është që na jemi kujdes që me pas pika interesante edhe për fëmijët. Zakonisht kur kalojmë me Vespat tona në qytet, shpesh herë shef fëmijë duke të përshëndet, kështu që e vrejnë që e kanë një tërhekje, një simpati për Vespën, kështu që kushdo që ka fëmijë, që ka interes, jemi për kujdes edhe për ta me pas disa aktivitete të vogla cilat i afrojnë edhe kujdesen për fëmijët. Po, pse jo me qenë si lokacioni është i përshtatshëm, është në Shishin Skënderbej, kështu që gjatë 2 ditëve po besoj që nuk ka me mungu as interesimi, as nga të rriturit, po ndoshta edhe nga shoqërimi bashkë me familjen. Arben, Lindan, ju falënderoj shumë për kohën tuaj dhe për gjitha këto detajet që ndohet sa i përket festivalit, pse jo i mbresim edhe edicionet tjena me shumë kënaqësi edhe me nisi po besoj. Shumë falënderoj për ftesën. Jeni ftuar edhe ju më ardha atje me pa. Faleminderit shumë. Faleminderit. Me kënaqësi.